Dasma shqiptare 2017 paraqet. Djali im mbushi 22 vjeç këtë vit. Është në moshën ku energjia nuk mbaron kurrë, del me shoqërinë, ndjek universitetin dhe ka dëshirë të merret me aktivitete të ndryshme. Para disa kohësh, ai vendosi të regjistrohej në një palestër të re që ishte hapur jo shumë larg shtëpisë sonë. Kthehej çdo pasdite dhe fliste me shumë pasion për stërvitjen, por mbi të gjitha fliste për instruktorin e asaj palestre. Me tregonte se ai ishte një djalë fantastik, që ndihmonte shumë me ushtrimet dhe që jepte këshilla të vlefshme. Instruktorin e kishte 33 vjeç. Megjithse kishte një diferencë të madhe me djalin tim, ata të dy u bën shumë shpejt shok të ngushtë. Në fillim e dukej pak e çuditshme se si një burr i pjekur mund të kalonte kaq shumë kohë me një djalë të ri, por kur e njoha nga afër e kuptova. Ai ishte një njeri shumë i qetë, ishte me këmbën në tokë dhe sillej si një vëllai i madh për djalin tim. Pas disa javësh, djali filloi ta ftonte në shtëpi. Ata uleshin në sallon, shihnin ndeshje futbolli dhe bisedonin për orë të tëra. Unë, si zonja e shtëpisë, natyrisht që u shërbeja. Ju përgatisja kafe, pjata me fruta apo ndonjë ëmbëlsirë që kisha bërë vetë. E sa herë që futesha në dhomë, i lija gjërat mbi tavolinë, por e vija re gjithmonë praninë e tij, por edhe shikimet e tija. Ai ishte shumë zotëri, ishte i sjellshëm e me një fjalor shumë të pasur. Fillova ta admiroja. Në fillim ishte thjesht një respekt për mënyrën se si sillej me djalin tim, por me pas, pa e kuptuar as vetë, mendja ime filloi të ndalonte më shpesh tek ai. Sa herë që e dija se ai do të vinte në shtëpinë tonë, unë bëhesha gati. Mendoja dhe se çfarë do i thoja e çfarë do flisja me te. Vishja rrobat më të mira që kisha. E gjatë atyre pasditeve që ai vinte, djali im ndonjëherë shkonte në dhomën e tij për të ndërruar ose futej në dush pas stërvitjes dhe na linte vetëm në sallon për disa minuta. Në ato momente ne të dy flisnim, çfarë nuk thonim, e bisedat tona ishin edhe të shkurtra, por kuptimplyote, por kishin një lloj afrimiteti që nuk e kisha ndjer prej vitesh me asnjë njeri. Ai më pyeste për ditën time, për punën dhe më dëgjonte me një vëmendje të plotë. Megjithatë, asgjë nuk ishte thënë, ashtu siç doja unë e të dilnim në temën që doja të hapja. Të dy e mbanim atë distancën në të folur. Derisa një ditë ndodhi diçka që më bëri të kuptoja se sa thellë kisha rënë. Unë po kthehesha nga pazari i lagjes me disa çanta në dorë. Teksa po kaloja pranë trotuarit ku ndodhej palestra, e pash atë jashtë derës kryesore. Ai po fliste me një vajzë të re të moshës së tij. Ishte komshia e lagjes tonë, e cila ishte veshur me rroba palestre dhe kishte një trup fantastik. Ajo i qeshte atij dhe i fliste me shumë afrimitet. Unë e pash skenën nga larg dhe ndjeva një shtrëngim të fortë në gjoks, një inat e një xhelozi e pastër dhe krejtësisht e pakuptimt me pushtoi të gjithën. Pse duhej të bëhesha unë xheloze? Ai ishte shoku i djalit tim. Unë isha një grua arritur, ai ishte 33 vjeç dhe kishte të drejtën e tij të fliste me këdo. Por logjika nuk funksionon kur ndjenjat marrin drejtimin. U ktheva në shtëpi shumë e mërzitur. Të nesërmen në darkë, djali e ftoi përsëri për të parë një ndeshje. Kur unë ju ofrova tavolines për të lënë gotat me lëng, nuk i thash asnjë fjalë e qëndrova shumë e ftoftë karshi tij. Por ai e vuri re me një herë.
e kur djali im doli në balkon për të folur në telefon me një shok të tij, shoku i tij u kthye nga unë. Mos të kam bërë ndonjë gjë pa dashje, me pyeti ai. E unë ktheva kokën nga dritarja për të mos i dhënë rëndësi. Jo, i thash, pse e thua këtë gjë? Dje kalove para palestrës dhe as nuk e ktheve kokën, dhe sot je shumë e heshtur dhe e ftohtë, më tha ai. Fakti që ai më kishte parë dhe kishte vënë re mungesën e vëmendjes sime, më bëri të çarmatosesha. Nuk mund të gënjeja më, as atë, as veten time, e i fola hapur. I thash se më kishte ardhur inati që po e shihja aq të afërt me vajzat e tjera, dhe se kjo situatë po më bënte të ndjehesha edhe keq në shtëpinë time. E dija që po rrezikoja shumë duke i thënë këtë fjalë, por ai nuk u tërhoq, e përkundrazi, ai më tregoi se e kishte ndjerë këtë gjë me kohë dhe se edhe ai vet kishte të njëjtin pëlqim për mua, por nuk dinte si të vepronte, nga që unë isha nëna shokut e tij. Kjo bisedë e shkurtër theu çdo pengesë. Ndoshta dikujt mund t'i duket çudi, por unë isha vetëm 41 vjeçe dhe nuk kisha edhe aq shumë diferencë me shokun e djalit tim. Që nga ajo natë filluam të këmbenim mesazhe fshehtas. Flisni me orë të tëra kur isha vetëm në shtëpi e ai mbaronte turnin. Ndenja të bën shumë të forta, por kishim një problem të madh, lagja. Komshinët e mi rrinin gjatë gjithë kohës me sytë dhe veshët hapur. Nuk mund të dilnim as për një kafe të thjesht para në sytë e njerëzve, apo edhe të djalit tim. Ishim gjithmonë të detyruar të fshiheshim dhe të mjaftoheshim vetëm me ato pak minuta kur ai vinte si mik në shtëpinë time. Pas disa ditësh, ai më dërgoi një mesazh dhe bëri një plan konkret. Më propozoi që një ditë, kur djali im ishte në universitet gjithë ditën, të iknim të dy në kryeqytet. Aty nuk na njihte askush. Mund të esnim lirish rrugëve, të uleshim në ndonjë restorant të mirë e të kalonim një ditë të plot bashk, pa u fshehur nga askush. Kjo ide e tija ishte gjithçka që doja. E atë ditë në mëngjes, dola nga shtëpia shumë herët me pretekstin se kisha disa punë qendër. Eca 2 rrugë më poshtë, aty ku ai më kishte thënë se do të më priste. E pash makinën e tij të parkuar në cep të rrugës. Hapa derën dhe ula në sediljen e pasagjerit. Ishte një ndjesi e papërshkrueshme ta shihja aty vetëm për mua. Nisi makinën dhe morëm rrugën e gjatë drejt kryeqytetit. Gjatë udhëtimit, ne filluam të flisnim si asnjëherë tjetër. Ai më tregonte se sa kishte pritur për këtë ditë dhe se sa shumë e kishte menduar këtë udhëtim e çfarë do bënim. Filluam të flirtonim hapur. Më tregonte fjalë të bukura dhe unë ndihesha si një vajzë e re në takimin e saj të parë. Rruga për në kryeqytet ishte e gjatë dhe kishte mjaft kthesa mes maleve. Makina ecte ngadalë, sikur ai donte të ngadalsonte e të bëhej gati për atë se çfarë do bënim gjatë ditës në kryeqytet, dhe sa më shumë që flisnim, aq më shumë shtohej dëshira për të qenë pranë njëri tjetrit. Nuk kishte më asnjë pengesë, por prapse prap ne ishim secili në sediljen e vet, me rripin e sigurimit të vendosur e duke udhëtuar për atje. Në një moment, pasi kishim bërë më shumë se gjysmën e rrugës, biseda u bë edhe më e ngushtë. Ne po i tregonim njëri tjetrit atë që kishim ndjerë që nga dita e parë në atë sallon shtëpie kur ai erdhi. Nuk mendoj se mund të pres derisa të arrim në kryeqytet, më tha ai. Unë mendova se po bënte shaka apo për rrugën e gjatë, por ai e uli shpejtësinë e makinës. Pash që anoj makinën në një dalje nga rruga kryesore, ku ishte një rrugicë e vjetër e pashtruar që futej mes disa kodrave të vogla, larg lëvizjes se automjeteve të tjera. Rruga ishte pak me gur.
Makina u lekunte pak nga guralecët, derisa ai e ndaloi plotësisht dhe e fiku. Vendi ishte tërësisht i shkret. Pa i dhënë kohë asnjërit për të folur apo për të menduar dy herë, ai hapi derën e tij dhe doli jashtë, e unë bëra të njëjtën gjë nga ana ime. Ashtu sikurse po vrapoja, hyra më shpejt tek dera e pasme, e u futem të dy mbrapa në sedilet e pasme të makinës. Teksa i mbyllëm dyert i përplasëm. Nuk na pritej asnjërit, e gjithë ajo periudhë që kishim kaluar duke e mbajtur veten të ndrydhur dhe gjithë ai udhëtim i gjatë na kishte çuar në këtë moment. Nuk kishim më nevojë për fjalë apo për plane se ku do të shkonim në kryeqytet. Ju ofrova atij, ndërsa ai që po më priste me krahët hapur. Unë gjita mbi te pas një ngurrim. Ai më kapi me duar dhe ne filluam të putheshim me shpejtësi. Ishin puthje të njëpasnjëshme, të mbushura me gjitha xheluzinë e kotë të lagjes dhe me gjithë pritjen e gjatë që kishim kur takoheshim në shtëpinë time. E humbëm plotësisht ndjenjen e kohës dhe të vendet ku ndodheshim. Putheshim pa ndalur. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.